donin presidencën veç në deklarata, jo në tavolina të vendimarrjes botërore. Ata e donin duke trokitur në organizata ndërkombëtare, po jo duke ushtruar ndikim në to. Dhe kur Kosova filloi të ngritej lart e më lart, rrugtimi u bë i vështirë e më i vështirë. Dhe për çudi, pengesat nuk vinin vetëm nga armiqtë e njohur, por edhe nga miqtë e shtirur, Kur Amerika donte të ndihmonte Kosovën për të forcuar pavarësinë e saj energjetike, u sabotuan projekte strategjike dhe si rezultat i kësaj sot rëndojnë këto jetën dhe xhepin e qytetarëve. Kur ftohesha në Këshillin e Sigurimit e në samitin e NATO-s, kërkesat më të mëdha për mos pjesëmarrjen time vinin pikërisht nga brenda Kosovës. Dhe kështu duke menduar se më godisnin mua, e godisnin Kosovën. Pra më shumë shpenzim e energji për pengesa e blokada se sa për fitore diplomatike. Dhe atëherë kupton se nuk je përballë një dallimi politik normal. Je përballë frikacakëve. Je përballë frikacakëve të cilët i druhen forcimit të Kosovës. Je përballë frikacakëve të cilët e hedhin gurin e fshehin dorën. Dy mentalitete krejt të kundërta shtetërore. Njëra që e izolon Kosovën, e njëra që ja hap Kosovës dyert e botës dhe njëkohësisht mbron sovranitetin e shtetit. Por, ka një gjë që historia e këtij populli na e ka mësuar gjithmonë. Rrugët e mbyllura nga frikacakët gjithmonë hapen nga populli. E është populli që e di të vërtetën. Është populli që e njeh punën të cilën asnjë propagandë, asnjë linçim, asnjë manipulim nuk do të mund ta zhbëj kurrë. Është populli që e kupton se kur një rrugtim i mirë për Kosovën ndërpritet padrejtësisht, ai nuk zhbëhet. Rikthimi është edhe më i fortë, rikthimi është edhe më i qartë, rikthimi është edhe më i vendosur e më i lidhur me zemrat e njerëzve.